Bashkimi Demokratik për Integrim Dega në Tetov ka parashtruar sot zyrtarisht kërkesë në komunë të Tetovës përmes së cilës kërkohet zbardhja e plotë e korrespondencës zyrtare të komunës së Tetovës me gjykatën kushtetuese. Kërkojmë që komuna të publikojë të gjithë korrespondencën me gjykatën kushtetuese lidhur me procedurën që përfundoi me shfuqizimin e vendimit të vitit 2007 për emrat e rrugëve dhe sheshit të Tetovës. Vetë gjykata kushtetuese konstaton se komuna e Tetovës në 4 raste brenda një viti nuk e dorëzoi dokumentacionin e plotë të kërkuar. Në 3 raste, heshti edhe qeveria. Më skandalos është fakti se gjykata i referohet nenit 73 të ligjit për vetë qeverisje lokale. Ky nen përcakton qartë se nëse qeveria nuk përgjigjet brenda 60 ditëve nga pranimi i kërkesës, pëlqimi konsiderohet i dhënë dhe akti komunës pranohet siç është propozuar. Pra, sikur komuna të kishte dorëzuar provën se kërkesa për pëlqimi ishte dërguar qeverisë, heshtja e qeverisë nuk do të ishte pengesë juridike. Por komuna nuk e dorëzoi këtë dokument as pas kërkesave të përsëritura të gjykatës. Kjo ngre dyshime serioze për një pazar politik mes qeverisë dhe pushtetit lokal në Tetov. Bilal Kasami nuk mund të fshihet e as të amnistohet nga ky veprim. I menjëhershëm ishte reagimi i komunës së Tetovës, të cilët mohojnë të kenë bërë lëshime në komunikim me gjykatën kushtetuese. Komuna e Tetovës ka respektuar çdo procedurë ligjore dhe i është përgjigjur gjykatës kushtetuese në mënyrë institucionale për çdo kërkesë të saj, pa asnjë vonesë apo neglizhencë. E hedhim poshtë çdo dezinformat që tenton të njollos punën e administratës komunale. Është gënjeshtër të rregulluar se komuna nuk ka kthyer përgjigje, duke qenë se bëhet fjalë për një lëndë çështje të vjetër mbi 10 vjet, komuna e Tetovës në përputhje të plotë me ligjin ka kërkuar dokumentacionin përkatës nga arkivi shtetror dhe të njëjtin ja ka dorëzuar zyrtarisht gjykatës kushtetuese, thon nga komuna e Tetovës. Nga komuna e Tetovës pashtu kanë deklaruar se ditëve në vijim do të publikojnë të gjitha materialet e korrespondencës me gjykatën kushtetuese për sa i përket çështjes së emrave të rrugëve dhe sheshit të qytetit.